Aeroporti Minut, I cili është qendra e dytë më e madhe ajrore në Gjermani, ndërpreu përkohësisht operacionet këtë mëngjes të 30 majit, mbas raportimeve për praninë e një droni të dyshuar në hapësirën ajrore. Sipas autoriteteve, uljet dhe ngritjet e avionëve u pezulluan menjëherë mbas orës 9, pasi dy pilotë sinjalizuan se kishin vërejtur një objekt të paidentifikuar. Për verifikimin e situatës, u angazhua edhe një helikopter I policisë. Pas rreth një ore kontrollesh aktiviteti në aeroport rifilloi normalisht në orën 10:05. Incidenti ka rikthyer shqetësimet për sigurinë e aeroporteve në vendet perëndimore, duke qenë se raste të ngjashme regjistruar edhe më parë në disa aeroporte të Bashkimit Evropian. Shqetësimet janë rritur veçanërisht mbas raportimeve për goditjen e ndërtesës në rajonin e Galaçit në Rumani nga një dron I tipit Geran 2, një ngjarje e cila ka shkaktuar tensione diplomatike mes Bukureshtit dhe Moskës dhe ku autoritetet rumune, si dhe përfaqësues të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, e kanë cilësuar rastin një shkelje serioze të sovranitetit të Rumanisë. Sipas ekspertëve të sigurisë, incidentet e përsëritura me dron pranë aeroporteve dhe objekteve strategjike poshtojnë alarmet në vendet europiane. Ata vlerësojnë se këto epizode janë duke testuar aftësinë e reagimit dhe mbrojtjes së shteteve anëtare të NATO-s, si dhe Bashkimit Evropian, dhe duke mbajtur çështjen e sigurisë së infrastrukturës kritike në qendër të vëmendjes.